Ndërsa shumë qytetarë përballen me vështirësi ekonomike dhe përpiqen të mbajnë atë pak që u ka mbetur për jetesë, mashtruesit pa mëshirë shfrytëzojnë situatën, duke i lënë viktimat pa asgjë. Rastet të tilla po bëhen gjithnjë më të shpeshta, duke treguar se dukuria e mashtrimeve sociale nuk njeh kufi. Sipas raportit të sektorit të punëve të brendshme Tetov, më datë 18 shkurt në orën 15, në sektorin e punëve të brendshme Tetov, një 55 vjeçar nga një fshat i komunës së Zhelinës ka denoncuar se është mashtruar nga SR nga fshati Kamian, komune e Bogovinës. Sipas denoncimit, gjatë vitit 2024, i denoncuari i ka premtuar të dëmtuarit se do të ndërmjetësonte për marrjen e ndihmës sociale dhe të një banese sociale, për çka në disa raste i ka paguar gjithsej 4.200 euro. Pas një kohe, shërbimet nuk janë kryer dhe paratë nuk i janë kthyer, pas të cilës ai ka kuptuar se ishte mashtruar. Nga policia theksojnë se po merren masa për zbardhjen e rastit. Autoritetet apelojnë tek qytetarët të jenë vigjilentë dhe të raportojnë çdo dyshim për mashtrim, për të mbrojtur atë pak që u ka mbetur dhe për të shmangur humbjen e mëtejshme të mjeteve të tyre financiare.